Edhe këtë vit, qyteti i Bajramcurit ishte një koqir i organizimit të konferencës së Bujanit, e cila u mbajt rreth 70 vjet më parë në komunën e Bujanit. Aty u morën vendime të rëndësishme për çështjen kombëtare, e sidomos për Kosovën. Kryetari i komunës së Bujanit tha se kjo konferencë vendosi gurthemelet e bashkimit kombëtar. Bujani, ky fshati i njohur për traditat veçanta patriotike, adhetare, bese e bujarie, jo vetëm mallësinë e Gjakovës, por në gjithë atrohet shqiptare, cilësi këto të fitura dhe trashëguar në breza nga banorët e tij që gjatë gjithë ekzistencës së tyre i vunin shërbim të interesave kombëtare. Historianët e Deçanit. Në emër të lidhjes së historianëve Ali Hadri nga Deçani, Selim Loka i ndau mirënjohje për kryetarin e Bujanit, për dëshmorët Salimanin dhe Tahir Sinanin. Një fjalë përshëndetse për të pranishmit e tha dhe kryetari i qarkut të Kuksit. Duhet të kujtoj se rezoluta e konferencës Bujanit është një akte më shënuar në historinë e asaj kohe me 3 dimensione. Është një akt historik i një rëndësie kombëtare. Është akt politik, por njëkohësisht është një dokument i rëndësishëm për të ardhmen e gjithë shqiptarëve kudo që janë. Jo rastësisht u zgjodh Mallësia e Gjakovës e konkretisht Bujani i Kasniqës për mbajtjen e kësaj konference. Ka rrethana historike, ka dhe rrethana tjera që bën punën që organizuesit e kësaj konference të lidhen në Bujanin e Mallësisë Gjakovës. Nga Kosova në emër të veteranëve të luftës antifashiste nacional shqirimtare foli dhe Hapshita. Rezoluta konferencës së Bujanit, me cilën Kosovës i njihet e drejta e vetëvendosjes drejt shkputje nga Serbia, përkatësisht nga Jugoslavia, dhe shqiptarëve realizimin dëshirës së tyre shekullore për bashkim me Shqipërinë ishte platformë dhe fitore e madhe e luftës antifashiste nacional-shqiptare, e cila nuk mund të ketërsohet as të shlyhet edhe për faktin se është arritur në luftë dhe me luftë në anën e blokut antifashist gjatë luftës së dytë botërore. Mbështetur në gjitha burimit relevante, mund të konstatohet se me 31 dhjetor 1943 e deri me 2 janar 1944, me kullën e patriotit Salimanin e Bujanit Krasniqës së Mallësisë Gjakovës, i zhvilloi punimet me sukses plot konferencat themeluese e Këshillit Nacional Shqiptar për Kosovë rreth Shtugaxhinit. Aty, në prezencën e 49 delegatëve përfaqësues të vizëve të Kosovës, prej të cilëve 43 ishin shqiptarë dhe 6 prej tyre ishin serbë malazez, u bën diskutime, debate të vlefshme, si edhe u miratuan dokumente të rëndësishme për punën mëtejshme si proklamata drejtuar popullit të Kosovës, rezoluta, detyrat prej 18 pikash për Këshillin Nacional Shqiptar, si dhe telegramet përshëndetse. Ndërkaq ish generali Rahman Parlaku tha se kjo konferencë vendosi idealet për bashkim kombëtar. U bë shumë mirë që po përkujtohet këtu në Mallësinë e Gjakovës, ku u bë ky kuvend i madh. U mlodhen ato burra patriot në një moment që përcaktoheshin fatet e popullit shqiptar, jo vetëm Kosovë, por në gjithë hapësirën shqiptare. Këta burra morën një vendim që shtrojnë rrugën për të zgjidhur çështja shqiptare në Shqipëri, në Kosovë dhe kudo që jetojnë shqiptarët në Ballkan. U shfaq edhe program kulturor e artistik. Përndryshe, konferenca e Bujanit u mbajt në vitin 1944, në të cilën morën pjesë 49 delegatë, e prej tyre 43 ishin shqiptarë.